Zotë ymë, ne dëgjuam se çfarë po ndodhte në Siri. Ju e dini, besoj dhe keni marrë vesh, të gjithë dietarët e Islamit janë mbledhur në Egjipt para 2 ditësh dhe kanë dalë me një vendim unanim se ajo që po ndodh në Siri dhe mbrojtja dhe lufta që po zhvillohet atje nuk ka emër tjetër vetëm se xhihad fi sabilillah, luftë e shenjtë. Të gjithë dietarët e Islamit unanimisht, si rrallë herë, mblidhen në Egjipt dhe dalën në një përfundim të unifikuar konsensual se ajo që po ndodh në Siri është xhihad e si pasojë obligohen muslimanët e gjithë botës, kudo që janë, të ndihmojnë dhe të kontribuojnë në vartësi të mundësive që Zoti Xhel Xhelaluhu ju ka dhënë. Kështu që ky është një rast i mirë për